Thot jemi zgjurim i bagati, kam vesh një fustan të inamer edhe shamin e kuqe. Gjusë lyti kam lanë për mi vu, se mësë në harraj mi marë. Edhe të shkojnë vitit e muzeun, por kam fut fundatin si oja të më tjekë së qështë jam, skandal. Në shqip, fillëm të në autobus, po shkojnë nga pikat, edhe ka jashtë zëmëni shumë njerëz në këtë ditë më tonë, po shumë. Praktikisht jam tek rrethimi i Vatikanit, nuk hyra brenda sepse nuk e mora biletën online dje, kur që me paramarte, sepse nuk isha e sigurt. Pastaj online unë nuk mund ta merr sepse nuk kam kartë akoma kreditit, që mund të blej online. PayPal nuk bën, dhe kështu që për momentin jam jashtë Vatikanit dhe bëra mëngjes e tani po eksploroj pak pjesën e rrugëve, pak pjesën e qytetit dhe po më pëlqen kjo pjesa të thjesht si vendase, pavarësisht se nuk je vendase. Por shko ku të duash, kudo është një cep, një vepër art, pak histori dhe kjo është ajo që e bën më të bukur të vend. Dhe këtu jam edhe një herë në rrugën ku shkon drejt sheshit të San Pietros. Praktikisht dje kina në rrugë tjetër, pra kina nga në tjerë San Pietros, kina kalut ajo rruga pedonale që çon tek lumi, dhe sot jam nga në tjetër. Pra, i kam rrethimit Vatikanit rreth për rreth më them, dhe fiks, dhe më për momentin këme nante me të djathtë, është rrethimi i Vatikanit. Tani, duke qenë këtu, thot robi pse s'hyra, por do vim prapë, kështu që kur të vi para se marrë, do marrë biletën edhe do hi, sepse që nga cute. Nga cute, më hajnë kjo ideja, kusha të shteti më të vogël në botë, dhe ato veprat e artit të artistëve që kanë jetuar këtu në Romë. Fiks tu kemi kënë dje që i prit me në rallë. Në fakt ralla është ajo aty. Dhe me siguri këto janë këto pjesët tjera oborrit Vatikanit. Por unë s'do hy, do shkoj vetëm në oborre aty të pjesa ku mund të qëndrosh pa bler bilet, sepse këtu sot duhet të blesh bilet për të hyrë për të pa atë San Pietron. Jeni e pa më falas. Se e djela e fundit të çdo muajt është falas, kështu që ngulitni tru që nëse vini në Rom, për shembull, dhe jeni në fundjavë, të zgjidhni fundjavën e fundit të muajit. Dhe ja ku jemi përsëri. Kanë duke bërë punimet me vinça për pemën, për zburimet e Krishtlindjeve. Dhe sot nuk ka shumë njerëz sa kishte dje. Ka më pak normalisht. Përsa aty të hyra duken shumë njerëz, por dje ka qenë super fund krahasim me sot. Ja dhe pedonale që çon tek lumi, dhe ajo shumë e bukur. Sidomos se ajo pjesa e lumit është fantastike. Janë karabinierët dhe ju mora leje t'ju bëj foto, por janë shumë cute dhe më thënë mund t'i bësh foto, patjetër. Shkoj ora fix? Po, shkoj ora 1 muajt. Për Vatikanin nuk mjafton vetëm një ditë. Këtë da 2 që vim,
Shoqja ime është brenda duke parë muzeon, por unë do vi prapë, kështu që nuk po më të pishman që s'po e shoh për momentin, sepse po shijoj këtë qetësinë e sotme të Vatikanit dhe është super cute, vallahi. Në qoftë se vini në Vatikan, në sheshin San Pietro, pra te kisha e San Pietros, dhe vini tek pjesa e djathtë kur i përball me San Pietron, pra praktikisht tek kjo zona, Shatërvani aty ka këto rrumullaqet këtu, ka këto rrethoret këtu dhe nga këtu mund të shikosh perfeksionin e kolonave që në fakt duken të gjitha sikur është vetëm një, por në qoftë se shikoni tek dera për shembull, janë 2-3 kolona dhe këtu janë 2-3 kolona, kudo nga këto kolona ka mrapa rreth 2 kolona të tjera ose 3, por këtu duke në vit të drejtë dhe nuk ka pamje diagonale, pra këtu janë të gjitha në vit të drejtë. Dhe unë aty sa po pash një flamur të Palestinës. Sot kam bërë disa foto të bukura. Besoj se edhe kjo e kuqja duket shumë bukur në foto, por edhe me dizenjon dhe arkitekturën e bazilikës duket shumë bukur. Okej, gjëra që më pëlqejnë mua me bashkë me muhabeti. Këto hala vazhdojnë punimet për vendos pemen. Dhe unë thjesht po shëtis shu kot, po humb në për San Pietro për momentin. Dhe po bëjnë një foto të bukur, një foto cute. Po djel nga që ishte e djel dhe ishte mesha normalisht, më shumë vizitorë në kish, nuk ishte kështu punimesh apo zhurmash. Praktikisht në fakt punëtorët zakonisht e kanë ditë dielën e lirë në stadium, nga që është edhe si ditë festi ti themi kështu apo pak më religjioze si ditë, që nga që kanë edhe meshën po atë ditë. Sa po dolën e videon e dikujt, me siguri janë duke bërë lajme. Janë duke bërë lajme aty dhe normalisht për Vatikanin, se që ka nozë dhja gjallë. Vatikani është kjo vendi ku bëjnë pasta edhe pizza. Ato pizzat ishin shumë të mira, ndërsa këto patat janë yll, paktën kështu thoj, dhe janë porcione kështu për take away, dhe shihet ta kenë super, tani le të provojmë. Për mu rikthy edhe me jetu në këtë hamësim. Ne kanë një shpenë e parku arkeologjik. Të prendera. Kodër ka fillu çdo gjë lidhje me Romën. Edhe poshtë janë ka hala. Edhe dritë. Edhe dritat i kanë mos treja, kështu që në Shkodër për shembull kanë se dhomat. Jam në një manastir apo kuvent dhe po pi kafe me shokun tim të fëminis, por vendi që rrin këtu është një mrekulli. Edhe këto janë tujt. Kjo ka një nërëzet më të bukura që unë kam bërë në Rom. Praktikisht jam në vendin ku ka fillu çdo gjë në Rom, si e ka emrin vendi Palatino, ku jam të vizitu një manastir, kuvent, këto në Rom, ku qëndron një shoku i fëminis dhe sinqerisht ishte ajka e vizitës në Rom. Domethënë gjëja më e bukur, mas çdo gjë që kam vizitu, edhe që sinqerisht Roma shumë e bukur, por kjo ishte tamam ajo që shiham ditor,
sepse është hera po që s'do një manastir, edhe bukuria që ka ky vend ku jam unë këtu është komplet tjetër. Më në mënyrë të ndobjes është edhe një punish të artit, si kishte në Sidi Valfila. Sidi Valfila, që ishte një artist tepër kontemporan dhe kishte ca punime shumë të bukur. Shumë, jam shumë e lumtur. Nesim ka një qiri kur kena atë momentin e lutjes. Prej kishave i kushtohet një prej shenjtënve. Po, atë kam kuptu, po mrapa meje ndollet kisha që sa po vizitum dhe sinqerisht është një ndër pikat më të bukura dhe një ndër gjërat që do mbesi gjatë në kujtesën time në Rom. Normalisht për mua si Arsenit ka një vlerë të veçantë sepse ndër njëri që rrinë aty është edhe një shok fëminie që një arrit praktikisht një mur na ka ndalë dhe sinqerisht është një ndjenjë fantastike, por është shumë e vjetër dhe jo të gjithë e dinë këtë vend, apo jo të gjithë e kanë dijen të vinë të vend, ndaj edhe unë pata fatin ta përjetoj si ndjenjë. Ktu po ndahem me zemrën plot. Normalisht që pash edhe shokun tim fëminisë dhe ishte pas shumë viteve u çmallëm dhe faleminderit Zotit. Kjo ishte rruga që ne u njitëm tek vendi i kishës dhe tek vendi ku qëndronte shoku im i fëminisë dhe sinqerisht praktikisht se gjithsesi kam thënë sinqerisht te kjo gjaja kishte super pamje, Koloseun, kishte kompletman shikoshe komplet Romen rreth e rrotull nga pjesa e lartë e kishës që për ikën është edhe zdollohet, por shikohet çdo gjë, Koloseun, shikohet çdo gjë praktikisht. Dhe këtu po shoh që njerëzit janë pjesët e muzejve në fakt dhe po shoh që njerëzit kanë lill kështu gjërash për si bestytnie kështu gjanash. Dhe kështu po zbres poshtë tani. Ja, këtu janë pjesët e parqeve që janë muze në fakt. Edhe unë nuk përjetova muze, i pash gjitha paka shumë nga sipër, nuk ndonjta se nuk kishim atë shumë kohë sa të përjetoj gjithçka, të shikoj apo të kemi një ciceron që të tregoj çdo gjë për Romën në detaje, por ajo eksperienca aty do të jetë një eksperiencë e mia që nuk harrohen kurrë dhe këtë e them sinqerisht. Është një eksperiencë që nuk e jeton shpesh, është një eksperiencë që vetëm një herë një besoj e përjeton dhe aq ishte. Mirë që takova shokun tim fëminisë, po kërkova telefonin by the way. Ja përdora edhe energjinë aty te vendi. Tani kam plot energji në telefon dhe po bëj video ndërkohë që po eci, po shkoj të takoj shoqe Nihanin dhe për momentin kemi këtë super pamje mrapa. Por s'të bëhet me ikë, për zote nuk të bëhet me ikë. Është shumë e bukur. Tani mendoj se si do shkoj në shtëpi dhe të jetoj në Myni pas gjithë këtij diellit këtu dhe pas gjithë kësaj eksperiencë të bukur këtu. Gjëja më e mirë që kishin këto autobuset të në Romë është se mund është që me letë kartën të ajo kutia të mrapa dhe lejnë kartën e biletet në këtë rast. Është shumë praktike. Qëtëra por që e kisha shumë që mund jam sa blej ose bilete normale ose me pas një një abonim për shumë. Piazza dell'Oratorio, pizza, galleria, Schiara. Shkurin që mrekulliet është mërë. You and I like është një mrekulli. Jam me lumtur që më të fund po je në një vend kaq të bukur. Vida ki ka Nihan. In the sky.
Dhe tavulinat biles janë tuak. Kjo është adresa. Big shit. Bir defa yapsana. Çok güzel kokuyor. Çok güzel. Smelling amazing. Morëm pizza. Unë e kam marrë napolitani, rifoncata me këto kaperit, me udhënjë edhe me bazilikum edhe me këto paçukët, kurse Nihani ka marrë fungi me burrata edhe domate. Është duket fantastik. Attı bu kadar yani. Ama adam asla İtalyan değil. Belki de Can Yaman. Yok Can Yaman değil. Po gjëhet një film. Ajo skena që pak pam pak më parë. Këtu po shikojnë filmimet. Ünlü Arsene Recai Roma sokaklarında halka karışıyor. Dhe pafshim. Hotelis na pëlqej, shmepist, jo është se e priqim, por si ishte një gjë wow. Shumë pis, jo për ne belizaten. Nese ti kom se ballë. Okay. Take away. Domates, zucchini ve patlıcan. È messo. Come mi ha chiamato Angela? Unissimo, aroma al Sì, buco. chiede di me che sto fuori, ok? İşte o evet o işte. Që bën çudi gjithmonë në autobuse, më duni pak gjume, ka ketë pak. E gjysohet pak a shumë, ose pak 5 minuta. Që 15 minuta no, 70 minuta, shto? Tash më rrit me në terminal. Më dalin gjithkund këto. Aeroporti të Miqinska nga jashtëzakonisht shumë i madh. Dhe po pres të dali gate-i që të shkojmë te gate-i, por ka raste që do të shkojmë rreth edhe tren për me shku te gate-i. Por që po presim. Unë po shoj pamje ndërkohë. Po shoj pamje ndërkohë. Ej zot shqyqyra. Pikërisht e kam avionin në fund. Nëse kam 1 orë kohë për boarding, diçka tillë, pak 35 minuta që hapet ajo pjesa boarding, pjesa që fillon me hinë në avion, dhe unë jam në anën tjetër të aeroport për momentin. Ikem sërish. Okej, këtu fillon pjesa pa aero. Këtu shihet çfarë. Shi. Në përcjellje me shi Roma. Vallahi pas për të fin do bëhet loka. Kthehesh në errësirë të plot si kështu. Me që mbrit, e mbritëm dhe këtë vjetë. Pafshim!